Rruga fshatit Polvar në Malsinë e Madhe ndërtuar kohët e fundit është pushtuar nga inertet, ndaj dhe po punohet për pastrimin e tyre. Banorët thonë se këto inerte janë sjellë nga vërshimet ujore, ndërkohë që në orët e para të mëngjesit të së hënës, niveli i ujit në këtë zonë ka arritur rreth 70 cm. Ka pas një gjysmë metër ujë. Ka vazhdoj mram, ka ora 10. Edhe sot mëngjes ka kanë komplet e mushën komplet kjo. Deti shkolla e dytë. S'ka kanale, edhe për shkakun janë bllokuar komplet kanalet, rrugës, anash rrugës, i kanë zënë me tuba, i kanë bllokuar, s'ka tuba, s'ka gjë. Sipas banorëve, problemi kryesor qëndron në faktin se rrugës së ndërtuar, por nuk janë parashikuar kanalizimet e nevojshme. Si pasojë në këtë rast të rreshish të dëndura, uji vërshon së bashku me inertë dhe kalon në këtë gjendje problematike në rrugë. O bo rruga para 2 javë. Firma ka bo punën e vet, por këtu ka pas faj ai projektuesi. Se këtu nesër me oshi, këtu prap as ka kanalizim anash, as janë bo bankinat, janë bo pa beton. Natë me pas të urna ku ka me të makine blokume që ka pru ujtë e ka pru rreshtet për 2 orë. Ne kena ngritë këtë problem të ashtë 10 vjetë. Pra këtu kushrim aty në tjërë ku ahine për lokale, që janë blokume tubat e rrugës kryesore në 2 kratë. Tu ku pika karburantit, a karburantit ka 30 cm ujë ka pasën në natë e mrenë. Projektuesi duhet marrë me pyet komunitetin prej ka vjen kjo është kush problemi këtoj. Se a e ban me internet. E ban me internet, nuk ka pyet kur kanë, e dim na thot. Banorët theksojnë se Bashkia e Malsisë së Madhe duhet i rikthehej investimit për të hapur kanalet kulluese, pasi në të kundër situata do përsëritet sa herë që të ketë rreshje shiu.